Lajmi i fundit, piktori Vittore Carpaccio nga Panteoni i Harruar, një premier dokumentari në New York. The Producers Club në New York shfaqi premierën e dokumentarit të serisë Panteoni i Harruar, kushtuar mjeshtrit të madh pikturës veneciane Vittore Carpaccio. Me ide dhe skenar gazetarit Gëzim Qyriezi, filmi sjell në vëmendje jo vetëm veprën e pasur të Carpaccios, por dhe debatin mbi prejardhjen e tij shqiptare. Dokumentari ndjek gjurmët e piktorit në muzeume dhe qendra arti nga Italia, Slovenia, Kroacia, deri në Metropolitan Museum në New York. Në qendër janë veprat e tij të njohura si Legjenda e Shën Ursulës, ciklet për Scuola dei Albanesi, si dhe pikturat që dëshmojnë mjeshtërinë e tij në rrëfim, perspektivë dhe detaje arkitekturore. Filmi sjell dëshmi nga studiues të huaj dhe shqiptar, ndërta Patricia Fortini Brown, profesor Qyqëri Nimani, profesor Koçollari, të cilët përfaqësojnë tezën e origjinës shqiptare të artistit. Më rëndësi veçantë janë në shkrimet e tij në Vettore Scarpo dhe Vettore Scarpazzo, të ruajtura në piktura në Museo Correr de Venezia. Premiera u prit me vlerësime nga publiku shqiptar i ardhur në New York, nga Kanada, Pennsylvania, New Jersey dhe Long Island. Zëri Virgjil Kules në dokumentarut cilësua një vlerë e veçantë për këtë dokumentar.